Mjeku çudit botën. Qepa e kuqe çdo ditë shëron këto tre sëmundje. Ja kush duhet ta konsumoj. Pavarësisht se mund të mos kenë aromën më të mirë në botë, qepa është një nga ato perime që duhet të konsumohen në çdo moment të ditës, pasi është një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe mineraleve. E më shumë është e pasur me oligoelementë si sulfuri, kaliumi, magnezi, fluori, kalciumi dhe fosfori. Ajo është shumë e pasur me Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Element ushqyes siç janë për shembull vitamina K, vitamina C dhe një burim shumë i mirë i vitaminës A. Enzimat aktive që gjenden te qepa e kuqe kanë në veti diuretike, purifikuese dhe tonifikuese për aparatin tuaj tretës. Ato normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Ndonse disa e përdorin, disa të tjerë jo, qepa është e mirë për shëndetin. Ja disa përfitime shëndetësore që do të merrni nga konsumi i qepës së kuqe në rutinën tuaj ditore. Ajo mund të parandalojë gjithashtu edhe problemet e djegjes së lëkurës. Qepa është e dobishme kur vjen puna te djegjet e lëkurës. Prisni një gjysmë qepe në 2 pjesë dhe vendosni gjysmën në vendi ku keni djegur lëkurën. E mbani për 5 deri në 10 minuta. Ajo do të minimizojë inflamacionin dhe gjithashtu do të ndihmojë lëkurën të rigjenerohet më shpejt. Qepa e kuqe gjithashtu mund të ndihmojë organizmin tuaj në uljen e temperaturës së trupit. Nëse keni temperaturë të lartë trupore, prisni një qep në copa të vogla dhe vendosni atë në çorape. Kjo është një mënyrë shumë e mirë natyrore për të ulur temperaturën. Kjo këshill vlen edhe për të vegjëlit, eliminon gjithashtu edhe toksinat e padëshiruara nga trupi juaj. Hani vazhdimisht qep, të cilat do ju ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe të parandaloni gjithashtu edhe problemet e organizmit. Për sa kohë ajo përdoret nën kujdesin e dur dhe nën mbikëqyrjen e një eksperti, përgatituni të merrni elementet e saj ushqyes në dobi të shëndetit. Lëngu nga qepa e kuqe është një produkt natyral që ju ndihmon të liroheni më mirë nga kolla dhe të përmirësoni shëndetin e mushkërive. Problemet e shpeshta mund të kenë gjithashtu edhe ndikim negativ në dëm të organizmit dhe krijimin e komplikacioneve të tij. Për të parandaluar dhe për të lehtësuar këto probleme, është mirë që në përditësimin e dietës suaj të shtoni gjithashtu edhe konsumin e lëngës të qepës së kuqe. Kjo përgatitje natyrale në kushte shtëpie kërkon këta përbërës: gjysmë kilogrami me qepë të kuqe, gjysmë kilogram sheqer, 2 limona, gjithashtu 1.5 litër ujë dhe 7 lugë gjedhe me mjaltë. Në fillim ju duhet të ngrohni sheqerin në një enë metalike dhe duhet të përzieni atë derisa të shkrihet. Më pas shtoni qepën dhe i përzieni derisa ajo të fillojë të skuqet. Më pas mund të shtoni edhe ujin. Masën e fituar duhet ta vendosni të ziejë ashtu dal nga dal, derisa ta avullojë të paktën 1/3 e ujit. Pas kësaj në fund ju duhet të shtoni lëngun e limonit dhe mjaltin dhe të filloni me përfitimet e kësaj përzierje. Këtë lëng mund ta konsumoni gjithashtu përpara çdo kohe të ushqimit. Duke konsumuar një lugë gjedhe sipas nevojës, mund të përgatisni të njëjtën përsëri derisa gjendja juaj të përmirësohet ndjeshëm. Pavarësisht se mund të mos ketë aromën më të mirë në botë, qepa është një nga ato perime që duhet të konsumohet çdo ditë pasi është një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe mineraleve. Është e pasur me oligoelementë si sulfuri, kaliumi, magnezi, fluori, kalciumi dhe fosfori. Është një burim i shkëlqyer i vitaminës K dhe vitaminës C, një burim shumë i mirë i magnezit, gjithashtu vitaminës A. Enzimat aktive të qepa kanë në veti të mira diuretike, purifikuese, tonifikuese për aparatin tuaj tretës. Ajo ka aftësi shumë të mira edhe të normalizojë florën intestinale, të pengojë gjithashtu rritjen e substancave toksike që ndikojnë në krijimin e komplikacioneve të zorrës së trashë nga radikalet e lira. Ndoshta ju mund të mos keni idenë se qepa është më e mira për shëndetin,
por përdorimi i saj nën kujdesin e dur dhe nën mbikëqyrjen e një eksperti do të japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Qepa është një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të shtoni në dietën tuaj. Të gjithë e dimë se sa thelbësore janë perimet në dietën e shëndetshme edhe në parandalimin e komplikacioneve. Një prej këtyre perimeve më të mira që mund të shtohen fare lehtë në dietën tonë janë edhe qepët. Përbërësit që gjenden në përmbajtjen e qepës do të mbushin trupin me element pozitiv ushqyes, do të parandalojnë gjithashtu komplikacione dhe do të rrisin mbi të gjitha rezistencën e organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i qepës në dietën tuaj do ta pasurojë trupin me lëndë ushqyese. Qepa është një thesar i vërtet i lëndëve ushqyese me kalori minimale, edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare. Ato janë të mbushura gjithashtu me vitamina dhe minerale që mbështesin shëndetin tuaj në tërësi. Varësisht se sa e pasur është vitamina C, qepët ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe në thithjen e ekurit, ndërsa vitamina B6 dhe folati janë thelbësore gjithashtu për prodhimin e qelizave të kuqe dhe funksionin më të mirë të nervave, dhe kjo e gjitha me vetëm pak kalori. Qepa do të mbrojë shëndetin tuaj të zemrës. Gjithashtu, ngrënia e qepës mund të ndihmojë në uljen e riskut të sëmundjeve në zemër. Arsyeja është se vetitë e tyre të forta antioksiduese dhe antiinflamatore janë një përzgjedhje e mirë në dobi të shëndetit. Ato do të ulen gjithashtu nivelin e kolesterolit dhe problemin e triglicerideve, duke mbrojtur zemrën tuaj. Plus ato ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut që mund të thotë se zemra juaj do të punojë më mirë dhe në më pak stres. Qepa ndihmon gjithashtu në kontrollin më të mirë të niveleve të sheqerit në gjak. Nëse keni diabet ose jeni një person prediabetik, qepa mund të jetë aleati juaj më i mirë në rregullimin e niveleve të sheqerit, duke përmirësuar kështu organizmin dhe duke parandaluar edhe problemin e radikaleve të lira. Shtimi i qepës në rutinën tuaj ditore sipas ekspertëve të Healthline do të jetë një prej produkteve më fantastike ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i qepës së kuqe në dietën tuaj dhe perimeve të ngjashme në tërësi do të jetë një mburojë shumë e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave. Edhe pse zakonisht mendojmë se produktet e qumshtit janë më të mira për shëndetin e kockave, qepët gjithashtu janë po aq efektive për shëndetin e tyre, duke i kthyer qepët në një prej produkteve më fantastike ushqyese për mburojën që japin kockave tuaja dhe gjithashtu parandalimin e krijimit të komplikacioneve të tyre. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga problemet e nyjeve, atëherë mos nguroni që të shtoni qepën në dietën tuaj, të cilat do ju ndihmojnë në parandalimin e problemeve të osteoporozës dhe humbjen e masës kockore gjithashtu. Qepa është një perime shumë e mirë në luftën kundër bakterieve të këqija. Qepët kanë veti të forta antibakteriale. Komponentët që ato përmbajnë si quercetin janë veçanërisht efektive në reduktimin dhe neutralizimin e bakterieve të dëmshme që mund të shkaktojnë infeksione në trup dhe gjithashtu të krijojnë shqetësime inflamatore në organizëm. Shtimi i qepës në rutinën tuaj ditore mund të ndihmojë gjithashtu edhe në një shëndet më të mirë të zorrëve. Nëse jeni duke kërkuar një mënyrë natyrale për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës, atëherë shtimi i qepëve të freskëta në rutinën tuaj mund të jetë përgjigja. Ato janë të mbushura me fibra dhe prebiotik, të cilat janë shumë thelbësore për funksionin e shëndetshëm të zorrës së trashë dhe rritjen e bakterieve të mira. Me këtë rast ato ndihmojnë edhe në probiotik dhe forcojnë gjithashtu sistemin tuaj tretës, duke i dhënë atyre rezultate fantastike në mbrojtjen e përditshme. Ekspertët thonë se qepa është një përzgjedhje shumë e mirë në rritjen e imunitetit. Sipas Healthline, qepët janë fantastike sepse janë të mbushura me shumë antioksidant. Qepët e kuqe përmbajnë nivele shumë të mira të antioksidantëve dhe të quercetinës. Antioksidantët që gjenden te qepa e kuqe do të ndihmojnë gjithashtu në betejën kundër inflamacioneve dhe do të ulin në riskun e sëmundjeve të ndryshme kronike,
Sipas Elfline, shtimi i qepës në dietën tuaj do të jetë një zgjedhje shumë e mirë dhe e mençur ushqyese. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.